Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTV Islam, do të jemi bashkë në emisionin Drejt rrugës së vërtet. Deri në momentin e cilës iftarit unë do t'ju shoqëroj me disa tregime. Ditën e djeshme ne folëm pak rreth historisë së Nuhut alayhis salam. Nuh alayhis salam është një nga pasardhësit e Idrisit alayhis salam. Ai është vim pun nga njëjta familje. Nuh alayhis salam, ne do ta gjatë kësaj historie do ta shikojmë që ta njohim në këndvështrim tjetër. Pas vdekjes së Ademit alayhis salam, ishin 5 dietar, të cilët e mbanin që gjithë njerëzit të besonin në fenë islame, por pas vdekjes së tyre, shejtani filloi që t'i ndryshojë njerëzve mendjen dhe që filloi të sytet e para. Priti shejtani derisa vdiqën këta 5 dietar dhe me të vdekur vajti tek njerëzit, të cilët ishin të lidhur me ta dhe u tha: "Këtyre 5 dietarëve është mirë që të ndërtoni nga një bust, me qëllim që t'i kujtoni dhe të mos t'i harroni. Jo për t'i adhuruar, pasi e dinte se nuk do t'i adhuronin, por thjesht që t'i kujtonin. Adhurimin e vonoi për brezat e tjerë që do të vinin më pas. Pasi vdiq dhe brezi i parë, u vajti tek brezi i dytë dhe u tha: Do t'ishte mirë sikur të sidheshit rrotull busteve të këtyre njerëzve të ditur, gjë që do afronte me Zotin dhe me këta njerëz të mirë. Sa më shpesh të shidhen i rrotull, aq më shumë afrohen me Zotin, pasi kanë qenë njerëz që e donin Zotin. Më pas, filloi të thotë që nëse do përuleshin dhe do të bënin secdë këtyre busteve, do arrinin kënaqësinë e Zotit më shpejt. Dhe ashtu ndodhi. Kështu shejtani duroi me ta për 3 breza rresht, derisa arriti atë që deshte. Mos harroni se të njëjtën gjë vepron dhe me ne çdo ditë. Një që është penduar, tregon se ka 20 vjet që ka ecur në rrugën e moralitetit. Para se të hyj në këtë rrugë, kurrë nuk e besoja veten se mund të kryej moralitet në jetë. Fillimi i moralitetit për mua ishte sikur të hedh syt të çdo grua dhe çdo vajzë. Shejtani nuk më tha qysh në fillim që të bëj moralitet, pasi e dinte se do refuzoja. Por ai vazhdoi të ecë me mua, derisa në fund e veprova atë që deshte. Ky njeri tani është penduar dhe është larguar nga ky veprim, por në fen se si hyri në atë rrugë, një gjë e tillë u ndodh shumë njerëzve. Kur din nga xhamia dhe pasi ke vepruar një vepër të mirë, të lë, pasi e di që je i fuqishëm dhe nuk mund të afrohet në ato çaste. Një njeri për shembull, që ka lidhje me ndonjë vajzë, ka çaste kur i shtohet besimi dhe premton që të shkëmpus lidhet me atë vajzë. Ajo që bën shejtani është se nuk i thot mos e bëj këtë, por i thot interesohu ose takoje vetëm një herë të muaj. Me këtë, ai kërkon që të letë derën hapur e të pres momentin e dobësisë, momentin për të cilin është i sigurt që do të vi, qoftë pas 2 apo 3 vitesh. Ti ndoshta pendohesh për gjithçka që ke pasur, por dhe për këtë ndjen 100 arsye që mos e ndash nga jeta. Të thot ndoshta nëpërmjet telefonit që mund t'i flasësh rreth fenë dhe ajo mund pranoj islamin. Kërkon që ta lërë dirën të hapur për momentet e dobësisë, dhe kur të vinë ato momente, bloku dhe numri i telefonit, gjendjen dhe ju, o vëlla dhe motor, i ktheni përsëri të njëjtit gjuna. Të thotë dhe ndryshe, bashkohu me shokët dhe kaloni natën në klub apo disko. Ata do pinë dhe do veprojnë gjëra jo të mira. Kurse ti, mos vërpos si ata, thjesht qëndro me ta dhe mos u ndaj nga shoqëria. Vazhdon kështu dhe pas 2-3 vjetësh dhe ti fillon të konsumosh alkool. A ke dëgjuar ndonjëherë për dikë që merr drogë dhe që më parë nuk e pinte duhanin apo alkoolin? Një hap ndjek hapin tjetër, derisa ta shohësh veten të mbytur në gjunahe. Prandaj, keni kujdes nga hapat që ndjek shejtani. Kur ndodhi e gjitha kjo në tokë, Zoti dërgoi Nuhun. Ai nuk u dërgua si profet, derisa u shfaq politeizmi dhe mosbesimi. Zoti nuk e le tokën pa reformator dhe njerëz të mirë. Nëse shejtani për 3 breza arriti t'i bind,
ta udhërojnë bustet dhe idhujt, Zoti nga ana e tij, patjetër që do dërgonte dikë që t'ju tregoj rrugën e drejtë, dhe ai ishte Nuhu alayhis salam. Edhe me ne sot ndodhe njëjta gjë. Sa herë që shejtani na çon në rrugën e tij dhe harrojmë Zotin, ai na dërgon dikë që t'na tregoj dhe udhëzoj në rrugë të drejtë. Kur dikush mund të jetë një ligjërat, një gazet, një shok apo shoqe që e do të mirën, vallë, ti a do pranosh këshillën apo do e refuzosh? Nuhu alayhis salam qëndroi mes popullit të tij, duke i ftuar të adhuronin dhe të besonin një Zot të vetëm 950 vjet. Kjo ishte periudha dhe kohën të cilën e harxoi duke i ftuar, kurse jeta e tij ndahet në 3 pjesë. E para është nga lindja deri kur shpall dërguar. Thuhet se profecia i erdhi në moshën 50 vjeçare. Pjesa e dytë e jetës është periudha prej 950 vjetësh, ku qëndroi duke ftuar popullin në monoteizëm, derisa erdhi tufani, kurse pjesa e tretë e jetës së tij është pjesa pas pushimit të tufanit dhe deri në vdekjen e tij. Se sa ishte pjesa e tretë e jetës nuk dihet, por që me 3 pjesët i takon të ketë jetuar mbi 1000 vjet, dhe me këtë ai është nga profetët që ka jetuar më shumë. Siç dhe më sipër, ai qëndroi duke ftuar popullin 950 vite, dhe ata që besuan dhe ndoqën ishin shumë pak. Thot Zoti në Kur'an rreth kësaj çështje, dhe nuk e besuan në të, veç se një pakicë. Numri më i madh atyre që besuan dhe që përmendën komentuesit të Kur'anit është 80 veta. Pra, në 950 vite, numri i besimtarëve ishte vetëm 80. Kështu i takon që në çdo 12 vite të besoj vetëm një person. Po sikur të ishim në vallë, a do të mund të duronin më shumë sa duroi Nuhu alayhis salam? Teksa flasim rreth Nuhut alayhis salam, le ta krahasojmë me veten. Vallë, çfarë kemi bërë për fenë tonë? Vallë, ç'qëllimi kemi vënë vetes? A ka ndokush prej nesh që jeton për fenë dhe që Islami të triumfoj? Nuhu alayhis salam nuk u ballafaqua vetëm me refuzim të besimit në të cilin ftonte, por ai u torturua, u kërcënua me vdekje, u ofendua dhe gjithçka tjetër që nuk mund imagjinohet. Njerëzit mblidheshin dhe rrihnin fort, derisa humbiste ndjenjat, e mbështjellnin në rogoz dhe hidhnin tutje. Pasi mendonte se kishte vdekur, përsëri çohej dhe fillonte t'i ftojë në besim. Teksa vdiste dikush, si porosi të fundit për fëmijët e tij, ishte që mos se ndjek Nuhun alayhis salam deri në vdekje. Kur një fëmijë arrinte mjoshën e prekurisë, babai i thonte: "Po ndoqe rrugën e Nuhut, nuk je më fëmia im." Kështu vazhdoi kjo gjendje për 950 vite. Për këtë, Nuhu alayhis salam konsiderohet nga dërguarit më të vendosur. Vallë, a ka njeri që duron kaq shumë? Jo vetëm kjo, por atë edhe ofendonin, gjë që e përmend dhe Kurani. Paria e popullit të tij i thanë: "Ne nuk të shohim, vetëse në humbje të sinqert." Ai tha: "O populli im, nuk jam në humbje, por jam i dërguar i Zotit të botrave." Herë tjetër i thonin i çmendur. Thot Zoti në Kur'an: "Para tyre ishte përgjigjëstruar dhe populli i Nuhut, të cilët i thanë atij i çmendur." Herë të tjera i thoshin që i mbërthyer nga gjindët. Ai nuk është një njeri, ai nuk është veçse një njeri i mbërthyer nga gjindët. Herë të tjera e kërcënonin me vrasje. Thanë se nëse nuk do ndalosh o Nuh, do të vrasim me gur. Sa herë që e shihnin, e ofendonin dhe taleshin me të. Sa herë kalonte dikush nga paria e popullit, taleshin me të. Të gjitha këto i ndodhin Nuhut alayhis salam, me qëllim që të tregoj ty, o vëlla dhe motor, se feja është e shtrenjtë dhe duhet mbajtur me çdo çmim. Nëse
sa përmendëm, i ka ndodhur Nuhut alayhis salam, dëgjoj se çfarë i ka ndodhur profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur vajti në qytetin Taif, pasi kishte udhëtuar në një distancë për 100 kilometrash, dalin banorët e qytetit dhe treshtuar në dy rishta e godisnin me gur. Ky i ndodhte në një kohë që mosha e tij ishte arritur 50 vjeç, e gjithë kjo sakrificë për shkak të fesë, kurse ti o dha, nuk qohesh do të falësh mëngjesin në kohë. Dy rishta me njerëz e kishin futur në mes të dërguarin e Zotit dhe e qëllonin me gur. Shërbëtori i profetit sallallahu alaihi wasallam, Zeid ibn Harith, kur e pa këtë, e mbuloi profetin sallallahu alaihi wasallam me trupin e tij, me qëllim që gurët të mos binin mbi trupin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur kjo përfundoi, panë se koka e Zeidit rrithte gjak, po kështu gjaki kullonte dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, sidomos nga këmbët. Të gjitha këto vuajtje të profetit sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të përhapej feja. A është e logjikshme që ne sot ta lëm këtë fe dhe ta braktisim? Nuhut alayhis salam dhe profetit ton sallallahu alaihi wasallam i ndodhin të gjitha këto me qëllim që ne të jemi musliman, kurse ne sot jemi ata që braktisin fen për të cilën luftuan dhe duruan profetët. Të gjitha këto i themi me qëllim që të shohim se sa i kemi në zemër dashurinë dhe dëshirën për ta ruajtur këtë fe. Një rast tjetër është kur profeti sallallahu alaihi wasallam po kalonte mes kurajshve. Një e tërhiqte nga rrobat, një tjetër e shtynte, një e ofendonte. Aliu radiallahu anhu tregon se ne e shihnim dhe nuk kishim mundësi të ndërhynim për t'i ndaluar. Më trimi nga ne, doli Ebu Bekri, i cili shkoi dhe filloi t'i largoi duke u thënë: a doni të vrisni një njeri për shkak se thot Zoti im është Allahu? Atëherë ata lan profetin sallallahu alaihi wasallam dhe fillua me Ebu Bekrin. Ukbe bin Mejt e shtyu dhe i ra në shtëpinë. Ukbeja hoqi sandalet që kishte veshur dhe filloi ta qelloi Ebu Bekrin me to në fytyrë. Ai vazhdoi ta qelloi në fytyrë derisa ajo hyend dhe nuk i dalloi hynda nga fytyra. E mbajtën në krah dhe dërguan në shtëpi dhe nuk kishin pik dyshimi që do të vdes. Kur arriti në shtëpi dhe erdhi në vete, pyeti: ku është dhe si është profeti sallallahu alaihi wasallam? I than që është mirë, për Zotin tha, nuk do të fus ushqim në gojë derisa të sigurohem që ai është mirë. Të gjitha këto i ndodhen Ebu Bekrit me qëllim që ti o vëlla dhe motër të mos e braktisësh fen, me qëllim që ti o motër të mos refuzosh të mbulohesh, me qëllim që të thuash që nuk e le dot shoqërinë e keqe, me qëllim që të thuash nuk e le dot duhanin, kaq i dobët je o ti vëlla, kaq pa vlerë që nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në zemrën tënde? Një nga shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që më torturonin me gur të nxehur në zjarr, i vendosnin gurët në shpinën time dhe ajo që shuante nxehtësinë e tyre ishte mishi i shpinës. Të gjithë këto ne nuk i themi që t'ju friksojmë, për me qëllim që të bëhemi të ndërgjegjshëm, që muslimanët e parë kanë vuajtur me qëllim që ne sot jemi musliman. Nuh alayhis salam ishte nga robërit e dashur të Allahut, po kështu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Megjithatë, ata vuajtën me qëllim që të përconin Islamin tek brezat tanë. Njerëzit janë 5 lloje, por nga niveli i përkushtimit në fe. Lloji i parë, një lloj njerëzish të cilët nuk shihet ndonjë ndryshim në sjellje, edhe nëse falen dhe argjërojnë. Ato shkojnë në xhami, marrin pjesë në ligjërata fetare, por këto nuk ndikojnë tek ai. Ai nuk dëshiron ndryshojë dhe të afrohet një hap më tepër me Zotin,
thjesht është një spektator. Lloj tjetër janë ata njerëz të cilët falen dhe agjerojnë, por në të njëjtën kohë veprojnë dhe gjunahe të mëdha, pa dashur të ndryshojnë dhe të jenë më pranë Zotit. Lloji i tretë janë ata njerëz që kërkojnë të jenë sa më pranë Zotit, veprojnë punë të mira, sa herë që u jepet mundësia për të kontribuar, tregojnë të gatshëm, gjithmonë janë në kërkim të afrimit me Zotin. Llojet e tjerë, pra lloji i katërt, dua të jenë sa më të përkushtuar dhe duan që të shokët e tyre të jenë të përkushtuar. Ndërsa i fundit jetojnë me ndjenjën që nuk ka gjë më të madhe se sa Zoti të jetë i kënaqur me ta dhe të hyjnë në xhenet. Synimi kryesor me një vepër të cilën e veprojmë është kënaqësia e Zotit. Kjo nuk do të thotë që të jetojnë në varfëri dhe nuk vishen mirë. Jo, shtëpinë mund ta kenë më të bukur në vend, mund të merren edhe me tregti dhe kanë makina të bukura, martohen, lindin fëmijë dhe bëjnë një jetë luksi, mund të kenë gjitha të mirat e kësaj bote, por gjitha këto i vendosin në funksion të kënaqësisë së Zotit. Vallë, sa prej nesh janë nga lloji i parë, po nga i dyti, po të shohin gjendjen e atyre që vinë në xhami, nga lloji i pestë janë shumë pak, nga i katërti pak më shumë, dhe nga i treti pothuajse shumica. Ne tregojmë historinë e Nuhut alayhis salam me qëllim që të arrijmë të jemi nga lloji i pestë dhe të jetojmë për fenë e Zotit tonë. Tani duhet ta ndërpresim, pasi është momenti i cilës iftarit, agjërim të pranuar të gjithë agjëruesve. Selam aleikum.